Ike Pashja, rreth të 7 dietave ka udhëtuar që herët nga Peqini drejt Tiranës për të takuar djalin e saj Gertin, i cili ndodhet në burgun 313, i akuzuar si prici i shqiptarëve në Turqi, të cilët më pas kalonin në Siri dhe luftonin atje. Ikja ka dalë pas takimit në gjendje jo të mirë emocionale, e cila reflektonte edhe gjendjen e të birit pas hekurave të burgut. Ajo shprehu për Ora News se 30 vjeçari kërkon të pyetet për akuzat e ngritura ndaj tij, pasi në gjykat nuk u lejua që të japë sqarime. Gerti nuk ishte në gjendje të mirë emocionale, për arsye se nuk i kanë bërë asnjë pyetje gjatë procesit të gjyqit. Dhe ndjesh i diskriminuar për këtë gjykatën aty që nuk më bën pyetje që unë t'i jepja përgjigje. Unë nuk kam dëshu asnjëherë tek djali im që i ka pritur njerëz për t'i rekrutuar për në Siri, por duhet të dini se ato njerëz që kanë ikur në Siri janë njerëz të mbi 18 vjeç. Ikja ka sqaruar se Gerti vazhdon shkollën në Turqi. Sipas saj 30 vjeçari nuk ka qenë asnjëherë në Siri dhe nuk ka mashtruar njëri për ta dërguar në luftë. Ndër të tjera, Ike Pashja thotë se qeveria dhe komuniteti musliman duhet i kishin paraprirë problemit sirian. Djali im nuk ka qenë asnjëherë në Siri, se po t'ishte në Siri, ai do qëndronte atje. Por djali im ka qenë gjithmonë në Turqi dhe unë kam polur gati çdo javë me djalin tim. Ndërsa kërkoj nga shteti apo organet kompetente që atë luftën e Sirisë duhet ta kishte trajtuar më përpara. Djali im nuk është terrorist dhe kërkoj nga drejtësia të hetojë, përfundon 70 vjeçaria.